Sot është një gjallëri e zakonshme si për çdo vit që mbahet në Katundin Bozovc. Është viti 18 që mbahen me radhë karnevalet ilire. Këtë vit kemi karnevalistë nga gjitha trojet shqiptare, nga Bozovca, nga Veshalla, kemi nga Shipkovica, Gajria, Pollatica, Vica, Treboshi, Kosova dhe Shqipëria. Deri në vitin 1980 karnevalet nuk e mba vetëm në Bozovc, pak më përpara edhe në Veshallë dhe Katundet më andej. Në zvani pra në Katundin Bozovc. Edhe për të fundit herë, me 3 janar 1980 jenë mbajtur në Bozovc. Këta janë kumona, edhe kumonat kushtimisht thënë gjithë ju që në ndishtë në këto momente, një follow Radio Tovës. Bozovca ime, e kam thënë dhe them, Tetova është vendlindja ime dytë. Gëzoj këtu që kam gjetë të njëjtat tradita si në Dibër. Dhe më uqmalla, një pyetje kam për ju vëllezër. Çfarë ka Zvicra më shumë se Bozovca? Që largoheni. Unë ju përshëndes me këtë poezi. Nga Korabi rrugën ka marrë, ju vinë sofër shari Malsis, vesh me tirë që kësur të barë, në trojet mijat shqiptaris, të ushtoj sot lodra, këngë e vale,
në Bocovsën tonë iliriane, ku dëm presin gjithë vllaznia, këtu bandasëm Shqiptaria. Qonë selam Drinje Radika, mi përshnet rojet e mia, mi përshnet vllaznin ma tanë, mi lakoha kufish ma tanë. Në trojet mia ka ardhë Pranvera, fest ka sot Bocovsa ime, në këtë bjesht mare shkrepa, urën motra prej Shqipnije. Është si një urë e shenjtë me shpirtit të së kaluarës dhe frymës së së ardhmes. Kush e ruan atë, ruan vetë rënjet e qenies së tij. Kështu vendosa ta dedikoj një poezi gjuhës sonë së lashtë. Lashtësia e kësaj gjuhe na mlodhi të gjithë bashkë. Për këtë gjuhë të bukur shqipe, të bëhemi të pandarë. Kjo gjuhë e lashtë, edhe pse i përket një trungut, qëndron e vetme një nga më të çmuarat, që vetëm shqiptarit ka fatin ta flasë. Fjalët e saj si gjumë lashtësie, ritmi i saj mbart shpirtin e një popullsie. Çdo tradit, histori, ëndë për liri. Në vitin 1912 u përtri për Shqipërinë. E lashtë si kujtim, e re si dita që nis. Ajo frymon brenda nesi një thesar që s'plaket kur. Sot për shqiptarë është fjalë me vend, armiku të tyre për t'ju bërë pengesë. Gjuhë e pastër, gjuhë e lashtë, çdo ciliqar ëndër e pas, këtë gjuhë ta flas. Vëllezër dhe motra, me respekt dhe mirënjohje të veçantë përshëndes posaçërisht. Përshëndes Këshillin Organizativ për përgatitjen dhe organizimin e krevarëve lire, i ngjarje me vlerët e jashtëzakonshme të trashëgimisë tonë mira veçare kombëtare. Mbajtja e këtij manifestimi në mësinë e Sharit në Brozovic përbën
i zëshmit të gjallë të ruajtjes dhe provimit të identitetit tonë kombëtar, kulturës dhe traditave tona ilire, të cilët ndër sheku janë mbjetuar fort për pushimeve të brezave. Karnavalet ilire nuk janë vetëm një festë kulturore, por një thirrje për unitet, kënaqëri dhe vetdije kombëtare. Ato bashkojnë shqiptarët rreth vlera të përbashkëta, duke i dhënë jetë historisë sonë dhe duke e përcjellë atë me dignitet të brezave të rinj. Vlerësojmë lart angazhimin, kushtimin dhe punën e palodhur të Këshillit Organizativ, të cilit në vizion për përgjegjësinë po e sjellin në jetë të këtij modor. Ju uroj suksese të plota në realizimin e këtij manifestimi dhe që karnavalet ilire të jenë një nga ngjarjet më të suksesshme dhe të përmirësuese të gjendjes të zhvillimit tonë kombëtare. Rroft kombi shqiptar. Ju faleminderit. Ashtu si dolona, shtien kush me tjena, qapën plota ndona, përvanoj bajraku, me kun të shtriqës, ashtu si ka hije, tas me se mërësiqës, ashtu si ka hije, tas me se mërësiqës. Sojnë dahire, komojnë e qardaj, trushti drengare, da dinu se me duar, me cune me lodra, pas më le tapaj, male dhe kodra, si ma parë gjermojnë, male dhe kodra, si ma parë gjermojnë. Të nderuar të pranishëm, kam nderin sot të përcjelli përshëndetjet e mia nga shoqata për shkencë dhe kulturë të Vllazgët, gjithashtu edhe nga kuvendi i pletinarëve të SPAR. Do të thonë, ne jemi edhe si organizator ose partës e të traditës të të sulës Flisit Pellas në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Mendoj se karnavalet ilire dhe Plisë Bardhët janë ndoshta të vetmit që me mundin dhe sakrificën e vete tentojnë të ruajnë traditat më të vjetra kombëtare iliro-pellaze. Prandaj i falenderoj dhe i përshëndes të gjithë ata që kanë ardhur nga trojet ku jetojnë shqiptarët nga Republika e Shqipërisë, nga Republika e Kosovës dhe nga fshatrat e thella ku ruhet edhe traditat e malësisë së Sharrit. Ju përshëndes